Këshilli i Ministrave ka miratuar një vendim që autorizon korporatën e investimeve shqiptare të koordinojë procesin e identifikimit dhe konsolidimit sqarimit të drejtave pronësore, pasi pretendohet se aty ka dhe pronë private të pronës shtetërore për realizimin e projektit të investimit në Vlorë, i cili do të prek vilat qeveritare në qytetin bregdetar. Këto rezidenca qeveritare të trashëguara nga sistemi komuniste të lëna pasdore do të shndrohen në rezidenca për turizmin elitar. 2 studio janë fitueset e konkursit ndërkombëtar, të cilat do të kenë dhe shtetin partner në investimet që do të realizohen. Ministre e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahima i tha se përmes programit asetet shtetërore shfrytëzohen me qëllim fitimin në bashkëpunimin me privatin, por prona shtetërore nuk i transferohet privatit. Sipas vendimit, shteti shqiptar përmes korporatës së investimeve shqiptare do të marrë përsipër identifikimin, verifikimin dhe konsolidimin e pronave shtetërore me interes për projekte në Vlorë. Procesi do të zhvillohet në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, institucionet shtetërore që administrojnë prona publike, si dhe subjektet private të përfshira në marrëdhëniet e pronësisë. Vendimi parashikon koordinimin për shkëmbimin e informacionit dhe dokumentacionit të nevojshëm për sqarimin e statusit juridik të pronave, përcaktimin e kufive dhe sipërfaqeve përkatëse, si dhe regjistrimin e tyre në regjistrat e pasurive të paluajtshme në rastet kur konstatohet mospërputhje mes gjendjes faktike dhe asaj ligjore. Korporata do të ndërmarrë procedurat për konsolidimin e pronave. Një detyrë tjetër e rëndësishme e korporatës do të jetë hartimi në bashkëpunim me skuadrën fituese të konkursit ndërkombëtar publik të 4 qershorit 2025 i konceptit të zhvillimit urban të zonës. Institucionet shtetërore të përfshira në proces do të duhet të vënë në dispozicion informacionin dhe dokumentacionin e kërkuar. Sipas projektit, rezidenca qeveritare në Vlorë, prej 1644 m2 që përdoret nga qeveritarët, do të kthehet në një fshat turistik të gdhendur në Dru, që do të ketë prioritet turistët e luksit. Përveç strukturave aktuale, do të ngrihen 2 hotele që do të jenë të lidhura me një pishinë. E përreth do të ketë shtëpiza Drurit Dykatçe. Ky kompleks i ri do të jetë vetëm turistik, por dhe shëndetësor. Do të ketë dhe vend për yoga, terapi, meditim dhe klasa arti. Gjithë ndërtimi do të jetë i rrethuar me një unazë rrugore të brendshme për akses me mjete, bicikleta e tjerë. Ky projekt që u shpall fitues u propozua nga Studio Praktika.